ne marrim për të dorëzuar, për të identifikuar, për të varrosur mëkatet të shkuara dhe për të nisur një udhtim të ri me Zotin. Vazhdojmë sot të ditë në emrin e Atit, të Birit dhe të Frymës së Shumtë. Thënë Zoti që tuaj që ti është i pjesë e jetës time. Nothing that you need to do except just believe and be thankful. Life is no longer painful. I believe cause he says so, that one day I'll see the gates open to my Father's house. Gjaku I Jezusit na pastron nga çdo mëkat. Yeah, my Father's house, where there's no lack, there's no need. Yeah, my Father's house, where all the captives finally free. Yeah, my Father's house, where we'll spend eternity. Do të besoj në Krishtin, nuk do të mbarë. Where we'll spend eternity. Where we'll spend eternity. Po dua ta bëj publike të gjë, bashkimin tim me Perëndin, me Zotin Jezu Krishtin. Father's house, where he's got room for you and me. Yeah, my Father. Ti ta vazhdosh betejën, të luftosh çdo ditë çdo ditë. There's no need. Yeah, my Father's house, where all the Në pranit Zotit dhe gjithë të shpëtarëve, në emrin e Atit, të Birit dhe të Frymës së Shumtë. Amen. where we'll spend eternity. Where we'll spend eternity. Të gjithë ata që besuan në emrin e Jezu Krishtit, Perëndia u dha pushtetin që të quajnë bitë e Perëndisë.